alarmin edhe panikun për mu bo ma mirë edhe ma shumë. Nëse sot ke ushtru me 20 kg dhe nesër ushtron me 25, 2 ditë s'ki me mujtë, po ma ndej kanë me të po shok të shoqit me thonë ke ndryshu diçka i rritë sene, sepse që atëherë ka njësë ndryshimi. Ndryshimi se fola si të toze. Në më lidhë pak të pjesa... Jo shumë mirë janë, vesh tani s'di me vazhdu tutje tani, përsa ta, vesh ndryshimi. Okej, po lidhën pak të pjesa arbreshës që po pajtohem, unë mendoj që fëmijët kur të janë vogël i imitojnë shumë prindrit dhe anëtorët e tjerë familjes në të cilët atakohen. Po do më ta bëj një pyetje rreth parave që ja jep panikut, edhe këto ju pa qëllim, sepse e kena marrë një deklaratë që lidhet pashtu me temën dhe që ka ngrit debat ndoshta për mënyrën e edukimit financiar që e ka jap Ermal Mamaçi. Po, në fakt, unë jam e njoftuar edhe e di këtë deklaratë. Ermal Mamaçi ka pas një bisedë me djalin e tij të vogël, edhe atë djalit, do të thonë, ju janë dashur disa para për me blerë një pajisje. Okej. Tash, mënyra se si ka zgjedh Ermali me eduku financiarisht pra djalin e vet, i ka thonë, po të jap 500 euro, po mandej kime mi kthy 550. 10% interes. Si në banka. Edhe mandej, djali i tij e ka kuptu disi që duhet me punu fort që me e kthy, do me thonë, atë borgjin që ja ka thonë babi vet. Kum pas rasin edhe madje pa ta lexuar dhe ndëgju këtë deklaratë e Ermalit. Qyre, tash edhe pjesa financiare të fëmija është pjesë, unë mendoj që ka njerë veç do mos me bo atë lidin, mos me marrë veç si emocionale, po një me marrë si pjesë edukative. Dhe më thonë, fëmin du të me mësu mbi financat. Unë personalisht, për shembull, ala nuk jem në fazën cilën i japi anikut pare, po tjerë t'i japin. Dhe më thonë, ndoshta kur kam fillu mi jap tjerë se japin, dhurata, A të ngan kur i japin ose kur e lasdrojnë? Po, më kam pengu në fillim, janë të kontrollum, se e din edhe vetë që janë pak si tip familjar tash, kryesisht shpenjojmë një tjetri ma shumë, ndoshta edhe respektojmë, po jena sot edhe të lirë, mi thonë, t'lut na di nuk ki nevojë, deri vonë bilaniku i revozoj ke jo, po dikur ti normal që unë mendoj që fëmijë duhet me mësu edhe mbi parën. Fëmia duhet me marrë edhe parën, fëmia duhet me njoftë edhe me parën, duhet me kuptu edhe peshën e parës, se në fund të fundit krejt sillet një mënyrë rreth parës, se ka mundu me punu, mi rrit financat e veta, familjes vet, çka do që mundohet me realizu, me bo për mbushjeve tjera, i vyna për mbushja financiare. Po du më thonë që fëmis vetëm nuk du të me arru që mja mësu qatë pjesë si kur mënyrë edukative. Do më thonë, ishala mri, unë thëmë gjithmonë se nuk mëj me ditë që ko me mri mja dalë aq mirë, aq barë me mësu anikun, po gjithmonë thëmë ishala mri me mësu anikun që parja mos me marrë veç si kur diçka cilën ja zgjidh çdo punë, ja hap çdo derë, edhe ashtu nuk kam qef, mi po është diçka cilën ai do të me punu edhe me fitu dhe mos mundale, sidomos me marrë se diçka që shpenzohet, harxhohet, jo që diçka e ki dhe kime pas krejt tjetër. Do të thonë mundona m'ja mësu një farë mënyre edukuese nëpërmjet asaj, fillimisht jena atë çka pjesa pak e kursimeve, edhe pse ka njerë po thom, a disa keqësh ka njerë ku bjen atë pikën kur jam merr parën fëmijës tonë, bile mu kesh një ditë e pash dikon, nuk di kush e kish qit një prej këngëtarëve, dikush e kish qit një video ylli, po Yllimani e kish qit me, nuk e di dikon familjes me mbesën, po, që i thot a disa parë nga një për